Një tip, hyn në një lokal me një struc me vete. Blen një panine, një birë, i thot, sa kushton banakerit? 12 euro, thot edhe 30 cent. Tak, fut dorën në xhep, ja leket fiks. Si qeti, more? Po, të nesër me vjen prap në bar, prap me strucin me vete. Po. Porosit 2 panine dhe një Coca-Cola. Po. Sa kushtojnë, i thot? Thot, 15 euro e 30 cent. Prap fiks. Fut dorën në xhep, pap fiks. Fiks prap. Kur vjen erën e tretë, duroj ky banakeri, thot, ore, si ka mundësi, thot. Qik bakshisha i shkrete. Si alin dhe bakshishin, se kështë logarit. I thot, si ka mundësi, thot, që ti i nxjerr lekët fiks, sa kushton ajo, pa e ditur se sa do kushtoj. Unë, thot, kam gjetur një lampë magjike, dikur, dhe i bëra 2 kërkesa. Një, që ti kem gjithmonë lekët fikse sa herë që duhet të blej diçka. Edhe më dalin gjithmonë fikse. Dhe e dyta? Po e dyta e tha. Lëre të dytën tha, i kërkova gjindit të lambës ta, të më gjente një shoqe me këmbë të gjata dhe që të më ndiqte gjithmonë ambrapa. Gjeti struci. I dha struci.